Nëse pasi konsumoni ushqim ndjeni të fryrë, ky është fruti vetëm që mund t'ju lehtësojë. Cila mund t'jetë përgjigjja për të shmangur atë që ndjen fryrje pas ushqimit të tepërt në mbrëmje? Ngrënia e një kivi pas një vakti është e lidhur me tretjen e përmirësuar dhe reduktimin e ndjenjës së fryrjes së pareatis, theksojnë ekspertët. Konsiderohet që fruti egzotik përmban kompleks unik i cili ndihmon në tretjen e proteinave që gjenden tek tuli, tyre dhe gjithashtu, gjetjet sugjerojnë madje edhe një frut të vetëm që mund të ndihmojnë personat që kanë vështirësi me tretjen, veçanërisht në atë moshë të madhe, pasi konsumi i një vakti të pasur me qumësht ose me mish mund të krijojë vështirësi me tretjen. Përmirësoni tretjen tuaj duke shtuar një frut të vetëm pas ushqimit në dietën tuaj. Konsumi një kivi të vetme mund të përmirësojë cilësinë tuaj të tretjes dhe të mbajë larg edhe komplikacionet e saj. Ndaj mundohuni të pasuroni dietën tuaj me sa më shumë fibër.